ka një dosje për mua. Ka një dosje për Arjan Galdinin. Ka një dosje e cila qarkullon, ciklohet dhe riciklohet për mua rreth meje dhe kudo ku përmendet emri im, në rrjete sociale, në Facebook, në blogje, në portale, në rubrika komentesh në për gazeta e media të ndryshme. Por çfarë thot kjo dosje pak a shumë? Është një dosje të cilën e ka krijuar Endri Fuga dhe Mero Baze në kohën kur unë vendosa të ndihmoja, mbështesja, të ndjerin Fatos Nano. Fatos Nano synonte të kandidonte për president republike në vitin 2012. Nuk ishte kurkushin atë kohë, pra nuk ishte njeri që vepronte në politikën aktive, ishte i tërhequr nga politika aktive, nuk kishte asnjë funksion, asnjë detyrë, asnjë rol, asnjë pozicion, madje asnjë ndikim politik. Dhe unë nuk e di cila që arsyeja, por di që kur më ka telefonuar dhe ka kërkuar të takohemi së bashku, më ka shprehur dëshirën e tij për të kandiduar për president republike, por njëkohësisht dhe dëshirën e tij që unë ta ndihmoja dhe ta mbështesja atë në këtë konkurim për president republike, kujdes, në vitin 2012. Unë aso kohë isha thjesht një pedagog, nuk isha asnjë angazhim politik, e kisha mbyllur historinë time me Partinë Demokratike në 2009, kur kisha shprehur mos dakordsinë time, madje refuzimin tim kategorik për koalicionin PD-LSI, pra flasim për koalicionin qeverisës të korrikut 2009 e në vijim, madje aso kohë unë kam deklaruar publikisht se nëse njeri ujk ekziston si personazh mitologjik dhe kur njeri ujk të kafshon të shndron në njeri ujk, për mua LSI ishte partia ujk që po të kafshonte të shndronte në parti ujk. Prej asaj dite në Partinë Demokratike unë u shpalla armik dhe duke qenë se Partia Demokratike ishte në pushtet dhe ishte bashkë me LSI-n, edhe PD edhe LSI më shpallën bashkë me qeverinë e tyre, armik të shtetit, të qeverisë dhe të partive përkatëse. Në datë 21 janar 2011, kur 4 njerëz u vranë në bulevard, të nxjerrë në prit nga Edi Rama dhe të qelluar me plumb nga Garda e Republikës me urdhër të Sali Berishës, të thënë apo të pa thënë, të kuptuar apo të nënkuptuar, shënë si ka, kjo është pjesë e detyrës drejtësisë për ta zgjidhur dhe për t'i dhënë përgjigje. Unë i kam akuzuar të dy, edhe Ramën dhe Berishën, si njerëz të cilët janë dëmi më i madh për Shqipërinë. Eksisoj Edi Rama i u bashkua Berishës dhe Metës në deklarimin tim si armik edhe të Partisë Socialiste. Por kur unë pranova në 2012 që të ndihmoja Fatos Nano në kandidimin e tij për president republike, diçka e ngacmoi mendjen djallëzore të Endri Fugës dhe Mero Bazes, dhe ata së bashku bën pak a shumë këtë dosje dhe këtë profilizim. Arjan Galdini, sipas dosjes së
profilizimit të artuar nga Mero Baze dhe nga Endri Fuga duhet trajtohej si një personazh qesharak, i tallshëm, i nënçmuar, një personazh i cili nuk ka asnjë vlerë, është njëri që vjen vërdall kot, është njëri që është i paditur, i pashkolluar, i palëqitur, njëri që çoçi duket vetja, kush e di ç'mendon për veten, delirant, mashtrues, e të tilla gjëra. Por kjo nuk mjaftonte. Pavarësisht se Mero Baze nisi ta praktikoi tek rubrika e tij Antena këtë Galdinin qesharak, pra Galdinin që është një personazh me cilin ti duhet tallesh, të qeshësh, nënqeshësh, mos ta marrësh seriozisht. Ata duhej patjetër që ta plotësonin me goditje ndaj kredibilitetit, me balt. Dhe gjëja tjetër që ata sajuan ishte pikërisht Arian Galdini ka ndryshuar mbiemrin për shkak të shkuarës së tij kriminale. Dhe Mero Baze i mshoi fort kësaj gjëje duke thënë që Galdini e ka mbiemrin Saliej, pra është Arian Saliej, jo Galdini, por nga që ka shitur drogë dikur dhe ka bërë burg dikur, por nuk e kishte ndarë mendjen çfarë lloj droge kishte shitur, kishte artikuj që flisnin për heroin, për kokain, për hashash, dhe nuk e kishin ndarë mendjen në çfarë viti dhe ku e kisha bërë burgun, e kisha bërë në Itali, në Spanjë apo në Shqipëri. Nuk e kishin ndarë mendjen, por ajo që ishte e rëndësishme ishte që Galdini ka një të shkuar kriminale si trafikant droge dhe si burgaxhi për trafik droge dhe për shitje droge. Kjo dosje u pasua në të gjitha mediat e konsumit të vogël, blogje, portale të rremet, të sajuara, të përkohshme, dhe u shumë fishuan. Nuk funksionuan sepse unë jam një person i cili çdo ditë të jetës time e kam të faktuar me komunikim publik dhe me prezencë publike. Kështu që Arian Galdini, trafikant droge, burgaxhi, nuk eci. Na i mshuan më shumë ti tezës që është personazh qesharak, i nënçmueshëm, i tallshëm, i pavlerë, njeri kot, delirant. Pra, kjo ishte paketa kryesore që ata i mshuan më tepër. Kur unë u shfaqa edhe publikisht në mbrojtje të kandidaturës së Fatos Nanos për president republike, Edi Rama, Mero Baze dhe Endri Fuga e çliruan të gjithë energjinë e tyre negative me këtë dosje të përgatitur me këto detaje që sapo ju shpreha. Por unë vetëm 30 ditë bashkëpunova me Fatos Nanon, asnjë më shumë. 30 ditë. Dhe e dini çfarë? Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta kishin punuar 30 vite me Fatos Nanos, ata janë bashkë, një klub. Ama 30 ditë që unë bashkëpunova me Fatos Nanon në 2012, kur Fatos Nanon ishte një pensionist, ata i torën dhe i nxorën sikur unë pas kisha qenë këshilltari Fatos Nanos, njeriu i afërt i Fatos Nanos, njeriu i Nanos, nanoist, po nuk kam qenë kur nanoist, dhe nuk kam qenë kur këshilltari Fatos Nanos. 30 ditë në 2012, unë isha thjesht njeri që ndihmova strategjikisht Fatos Nanon në konkurimin e tij për president republike dhe vetëm kaq. Pra ndihmova një pensionist që të bënte një garë ndryshe, një garë të denjë për president republike. As me pagesë, as me shpërblim, as me përfitim, as me interes, por me bindjen time më të thellë
që e kisha atëherë dhe kam edhe sot, që nëse Fatosnano do të bëjë president në 2012, në 2013 në nuk kishim një Edi Rama që do të bëjë kaq i plotfuqishëm. Sepse autoriteti i Fatosnano si president republike nuk do ta lejonte etjen dhe lakmin për pushtet të Edi Ramës të rritej kaq shumë. E kam menduar atëherë dhe e mendoj edhe më fort edhe sot. Nuk kam mendimin se Fatosnano ka qenë politikan i ndershëm, por kam mendimin praktik se autoriteti dhe fuqia politike dhe personale që kishte Fatosnano do të stoponin gryksin e Edi Ramës për të akumuluar më shumë pushtet. Mendojeni Fatosnanon si kur ai të kishte qenë presidenti zgjedhur në 2012 dhe imagjinoni pak se sa shanse të kishte Edi Rama të bëj kaq i plot fuqishëm dhe kaq çifligarizues i Partisë Socialiste dhe klikëzues i qeverisë dhe i Partisë Socialiste. Asnjë shans nuk do të kishte patur Edi Rama për të bërë ky që është sot. Por e lëm këtë mënjan. Dosja e Mero Bazës dhe Endri Fugës nuk pati ndikim sepse 30 ditët e mia me Fatosnanon mbaruan shpejt. Edi Rama me Sali Berishën e dogjën Fatosnanon bashkë me Ilir Metën sepse nuk e donin Fatosnanon, e keq përdorën, e tallën dhe e lanë mënjan si pensionist, të cilit pastaj si gjithmonë ja bën derimet pas vdekjes, por kur ishte gjallë e nënçmuan, dhe bashkë me mos zgjedhjen e Fatosnanos president, u mbyll edhe dosja Galdini. Por, në 2015, kur unë vendosa të denoncoja mafjen farmaceutike, Ilir Beqajn, Ogerta Manastirliun dhe gjithë zinxhirin e korruptuar të Ministrisë Shëndetësisë me në krye vet Edi Ramën, kryeministrin, kur unë debatova dhe kisha kundër dhe përballë meje Ministrinë e Shëndetësisë, QSUT-n, Edi Ramën dhe mafjen farmaceutike, Mero Bazë ricikloi dosjen dhe menjëherë filluan të shpërndahen në për të gjitha lajmet, portalet dhe kudo të njëjtat fjalë. Arian Galdini është njëri kot, zvlen, delirant, mashtrues, njëri që s'bën asnjë lek, çoçi duket vetja, e bën për famë, e bën për vëmendje, do duket dikushi, po është njëri kot që s'vlen dhe pastaj prap ka ndruar mbi emrin se ka qenë trafikant droge, ka shit drogë dhe ka qenë në burg. Dhe kësa radhe i kishin shtuar edhe këtë tjetrën që ka qenë këshilltari i Nanos. Pra 30 ditë e mia me pensionistin Fatosnano në 2012 më bën këshilltar të Fatosnanos. Ndërkohë që Fatosnano e kishte lënë pushtetin në 2005. Dhe unë deri në 2009 kam qenë antar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Pa pikë mëshire është sulmuar emri im dhe integriteti im me çdo shpifje dhe çdo balt. Por e dini kush është gjëja më zhgënjyese për mua? Gjëja më zhgënjyese për mua ishte se kur në 2019 unë u bëra zëri i parë opozitar, zëri i parë nga e djathta, që denoncova strategjinë e Partisë Demokratike dhe të LSI-s dhe të opozitës për dhunë, për djegje mandatesh dhe për bojkotim të zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, dosjen e Mero Bazës dhe të Endri Fugës e ricikluan kundër meje të gjitha mediat e Partisë Demokratike dhe të LSI-s. Me po të njëjtat fjalë, identikisht të njëjtat fjalë. Galdini mashtrus, Galdini delirant, Galdini njëri kot, çoçi duket vetja, Galdini një personazh qesharak që vjen vërdall kot,
po një lloj, pik për pik të njëjtat fjalë. Dhe kur unë vendosa që të hyja në sfidë politike në 2020-2021 si kryetar i LRE-s pra me një parti politike, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe LSI-ja filluan luftën 3 fishe dhe çuditërisht me të njëjtat fjalë. Jo vetëm në mediat e tyre, jo vetëm në portalet e tyre, por në këto momente edhe me shpikjen e re që ishin call centerat apo këto milicit virtuale të vrerit që i quajnë trollitantët, me profile falco pa fund, dhe me komente, më trafikant, më mashtrues, më burgaxhi, pse e ke ndru mbi emrin, o këshilltari nanos, o njeri nanos, ke ndru mbi emrin, mashtrues, ordiner, delirant, qesharak, ti je qesharak, të njëjtat fjalë, absolutisht të njëjtat fjalë, militantët e PS-s, të njëjtat fjalë militantët e PD-s, të njëjtat fjalë militantët e LSI-s, të njëjtat fjalë. Ke bo burgaxhi, ke shit drog, dhe këtë dosje aso kohë e ricikloi dhe e amplifikoi një media që vinte nga Amerika që quhej Nova Media, e cila di që ishte afër LSI-s dhe PD-s. Por as kjo nuk e ndali dot udhtimin tim dhe rrugtimin tim. Derisa në vitin 2022, në 11 qershor të vitit 2022, unë bëra një gabim fatal. Deklarova se si kryetari i LRE-s që isha në atë kohë, do të kandidoja për kryetar Bashkie të Tiranës. Naiviteti më kushtoi rënd. Unë nuk e dija peshën e asaj deklarate, sepse unë nuk e dija që Bashkia e Tiranës ishte një pazar i madh i cili paracaktohej nga Rama dhe Berisha shumë kohë më parë dhe askush nuk do duhej ta prishte atë pazar. Unë nuk po them që unë paraqisja në një rrezik, nuk kam as një lloj gjase për të thënë se do merja shumë vota apo pak vota, nuk e di, por di që hyrja e njeriu që është i pa kontrolluar, hyrja e njeriu që është jashtë klaneve, jashtë grupeve, jashtë palëve, cënon pazarin. Nga deklarimi im në kuvendin programatik të LRE-s se unë ofroja veten time dhe isha duke menduar seriozisht për të kandiduar për kryetar Bashkie të Tiranës, u përgatitën 2 skenar me njëherë. Në 19 gusht të 2022-shit, njëri nga njerëzit që ishte ofruar si besnik i imi, ndërsa u vetë ofrua të bëhej shoferi im, pra për të bërë transportin tim nga Tirana në Shkodër, u kishim një aktivitet dhe pastaj nga Shkodra në Tiranë për të rikthyer, më pret në besë, ndërsa unë flija në makinë, më çon në Lezhë, në një lokal të njohur në rrugën për Shëngjin, në një ambient të njohur që është ambienti botës kriminale, botës së zezë kriminale, dhe grupe kriminale të Lezhës dhe të Veriut, por dhe më gjërë, ku unë merrem peng nga bandit, nga horra, të cilët më kërkonin që t'jepja dorëheqjen si kryetari i LRE-s dhe të mos e mendoja kandidimin tim për kryetar bashkie. Një natë e tërë ku jam goditur pa pushim me kobure në kokë dhe në trupin tim, dhe jam gjakosur, dhe jam coptuar për dënë dorëheqjen si kryetari i LRE-s, për të tërhequr nga politika dhe për mos të kandiduar për Tiranën. Ajo dhunë ka lënë shenjë tek unë. Pabesia e shoferit ka lënë gjurmë tek unë.
por unë nuk pranova që në kërcënimin e kobureve të jepja dorëheqjen. E refuzova kategorikisht tërheqjen dhe dorëheqjen në kërcënimin e kobureve. Dhe kur ne dalim nga ai ambient, unë i gjakosur dhe një zonjë e cila ishte rastësisht bashkëshoqëruese me ne, një zonjë 60 vjeçare, edhe ajo e lënduar dhe e gjakosur nga tentativa për të më mbrojtur mua. Përfundojmë në spital ushtarak, ku marrim mjekimet përkatëse dhe pa u tharë plagët tona, me njëherë ky shoferi i pabes, zbashku me koordinatorin e LRE-s për Britaninë e Madhe, për Londrën, nisin një sulm balte mbi mua, me akuza të pa imagjinueshme për mashtrim, për vjedhje emigrantësh dhe për vjedhje kuotash të partisë. Unë u befasova sepse me atë që mua më kishte ndodhur, unë prisja solidaritet. Unë prisja solidaritet nga miq dhe nga bashkëpunëtorët e mi, sepse unë akoma nuk po e kuptoja çfarë kishte ndodhur dhe si kishte ndodhur dhe pse kishte ndodhur. Nuk po kuptoja përmasën, nuk kuptoja konjunkturën, nuk kuptoja as skenën dhe as prapaskenën. Isha akoma i tronditur dhe ende fytyra ime, koka ime ishte me plagë të hapura që kullonin gjak. E gjitha ajo histori synon dhe thithte balt mbi gjakun tim që të fshihnin krimin politik të përdorimit të kobureve dhe dhunës dhe gjakosjes mbi mua, që unë të tërhiqesha nga projekti dhe nga misioni im me LRE-n dhe për kandidimin për kryetar bashkie të Tiranës. Këta njerëz, pra koordinatori i Londrës, zbashku me shoferin, i hyn punës intensive për një fushat në rrjetet sociale me emrin Arjan Galdini si hajdut, mashtrues, vjedhës emigrantësh dhe vetëm aq, por edhe si vjedhës i kuotave të partisë. Dhe kjo fushat e spostoi vëmendjen e njerëzve nga gjakosja e Arjan Galdinit, nga dhuna e përgjakur mbi Arjan Galdinin, tek Arjan Galdini mashtrues, hajdut emigrantësh dhe hajdut kuotash të partisë. E rritën spiralen derisa e çuan në 26 dhjetor të 2022-shit. Pra, në 19 gusht më gjakosën, në 26 dhjetor të 2022-shit, dole në fiks fare, shoferi, koordinatori dhe 5 të tjerë, të cilët në një emision të quajtur investigativ, siç është emisioni fiks fare i Top Channel-it, pretendonin se kishin akuza për Arjan Galdinin, se Arjan Galdini i kishte vjedhur, i kishte rjepur, i kishte mashtruar, i ka vjedhur, i ka rjepur, i ka mashtruar, sepse këto ishin deklaratat e tyre. 7 njerëz. Kush ishin këta 7 njerëz? Shoferi që më çoi në prit për t'u gjakosur, befasia ime ishte njeriu që unë e dija mik, familjar dhe bashkëpunëtor timin koordinatori i Londrës, dhe pastaj 5 të tjerët, unë nuk e dija çfarë lidhje e kishin. Në ata 5 të tjerët, 3 ishin njerëz të cilët kishin qenë vetëm 8 muaj në LRE, në periudhën shtator 2020, prill 2021, të nesërme në zgjedhjeve të 25 prillit 2021, ata deklaruan largimin nga LRE sepse e panë që LRE nuk kishte marrë asnjë mandat dhe s'kishte fituar asnjë copë, asnjë llokëm, e përrjedhoi ata, nuk kishin më interes të vazhdonin.
dhe 2 persona tjerë, njëri prej cilëve punëtor shtëpi e bari në Londër, dhe tjetri një levanak i cili ishte punëtor dhe mik fëmijërie i levanakut, shofer i pabes që më çoi në prit ku gjakosa dhe mbajta peng për orë tëra. Dhe ishte një personi tet, i cili për mua kishte qenë miku im, shoku im, vllai im, bashkëpunëtori im i ngushtë dhe nënkryetari i partisë, Fuksi. E imagjinoni vallë ju që një burr 60 vjeçar që pretendonte se kishte ardhur si patriot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të sjellë kontributin e tij për Shqipërinë, të qëndronte me çimk në xhep dhe të përgjonte mikun, shokun dhe vllajin e tij dhe kryetarin e tij. E imagjinoni dot ju pse nën kryetari i partisë duhet të qëndrojë me çimk në xhep për të përgjuar kryetarin e tij. Pse një mik i ngushtë dhe një bashkëpunëtor i ngushtë, një vëlla dhe mik familjar, duhet të përgjojë mikun dhe shokun e tij të ngushtë? Pse? Përveç se e kanë në natyrë dhe porosi të vjetër, pra. I gjithë ky grup ka qenë një grup i strukturuar, i infiltruar që në fillimet e LRE-s, pikërisht për të bërë këtë goditje që u pa të merrte për masë të madhe kombëtare në emisionin Fix Fare. Atëherë ta sqarojmë një herë mirë çfarë kishte në emisionin Fix Fare. Sepse jam i detyruar ta bëj këtë video dhe ta sqaroj këtë gjë, nga që për çdo kohë dhe për çdo moment që unë përpiqem të jem folës i të vërtetës në këtë vend, gjithmonë këtu, në çdo rrjet social ku unë komunikoj, në çdo rrjet social ku emri im përmendet, sidomos në diasporë, kudo ku flitet dhe përmendet emri im, kushdo që flet apo përmend emrin e Arjan Galdinit, do të ketë një ushtri të çuditshme me trollit tanë dhe me milici virtuale vreri dhe militant të partive të vjetra dhe të reja, që do thonë Galdini mashtrues, vodhi emigrantët, Galdini, dhe përdorin emisionin Fix Fare si provë dhe si fakt. Por e vetmja provë dhe e vetmi fakt është televizori që ka dhënë emisionin. Por brenda në emision nuk ka asnjë provë dhe asnjë fakt. Janë 7 njerëz, pra 7 njerëz, shoferi dhe koordinatori dhe 5 të tjerë që mezi sajuan, të cilët kanë bërë 7 video vetë deklaruese, vetë rrëfyese, ku vetëm shajnë, vjedhin vrerë mbi Arjan Galdinin duke thënë: na vodhi, na ropi, na mashtroi, na vodhi, na ropi, na mashtroi. Pra, janë 7 njerëz që vetëm shajnë dhe vjedhin vrerë, por nuk paraqesin asnjë fakt, asnjë provë, asnjë dokument. E dini çfarë do të ishte korrekte në atë emision Fix Fare, që e quajnë veten emision investigativ? Në qoftë se këtyre 7 njerëzve do kërkojnë një dokument, identifikimi një kush janë. Çfarë dite janë antarësuar në LRE dhe në çfarë dite kanë dalë nga LRE? Ku i kanë raportet me Arjan Galdinin dhe çfarë raportesh kanë me Arjan Galdinin? Nëse Arjan Galdini i ka mashtruar, ata nuk besoj se pretendojnë që kanë mashtrim në grup. Secili prej tyre duhet thotë: unë jam filan Fisteku, jam antarësuar në filan ditë në LRE dhe kam dalë në filan ditë nga LRE, kam këto fatura, ose kam këto fakt, ose kam këto prova, ose kam këtë dëshmi personale, verbale, që Arjan Galdini më ka premtuar këtë gjë, dhe unë i kam dhënë këtë shifër personale, dhe Arjan Galdini ka marrë këtë shifër duke më premtuar këtë gjë apo atë gjë. Pra unë do të prisja nga këta që secili prej tyre të bënte dëshmi personale
me shifra dhe premtime konkrete dhe me mënyrën se si Arjan Galdini kishte bërë mashtrimin e pretenduar, premtimin e pretenduar dhe sa ishte dëmi. Janë 7 njerëz që nuk thonë më sa ishte dëmi. Sa ishte dëmi i secilit prej tyre, pra çfarë mashtrimi u ka bërë Arjan Galdini dhe sa lek i kanë dhënë ata Arjan Galdinit. Mungon kjo gjë. I ftoj të gjithë shqiptarët, shikojeni dhe rishikojeni emisionin Fiks Fare. Nuk ka një deklarim ku njëri prej tyre thotë unë jam filan fiste, ku i kam dhënë Arjan Galdinit kaq lek në filan datë, ja dokumenti ose ja dëshmia verbale. Dhe unë dëshmoj se Arjan Galdini këto lek ka marrë duke më premtuar këtë gjë, sepse mashtrimi është kur dikush të kërkon diçka dhe të premton diçka në këmbim dhe nuk e mban fjalën. Nuk ka në atë emision asnjë investigim, asnjë shqyrtim të kësaj vije logjike dhe kësaj vije ligjore dhe etike. Mezi kanë sejuar që njëri nga të 7, i cili rastisht është burgaxhi në Londër, burgaxhi në Shqipëri, është dhe me kartel. Ai ka deklaruar se ka transportuar 30.000 pound, pra e vetmja shifër që ata të 7 kanë mundur të nxjerrin është 30.000 pound. 30.000 pound të transportuara sipas tij me çantë. Por a e din ata të emisionit Fiks Fare dhe a din njerëzit dhe qytetarët që të transportosh 30.000 pound me çantë është krim në çdo dogan, në çdo pikë kalim kufitar. Është krim sepse duhen deklaruar dhe ndalohen. Mbi 10.000 euro është ndaluar të transportosh para kesh. Pra vetë deklarimi i personit se pas ka transportuar 30.000 pound me çantë është krim, dhe është krim jo vetëm në Shqipëri, po është krim në Angli, është krim në 4-5 shtete ku ata nëse kanë kaluar dhe nëse i kanë transportuar kanë bërë edhe veprën ilegale. 30.000 pound nuk ka ditë, nuk ka datë, nuk ka orar, nuk ka person, nuk ka dokument, nuk ka një firmës, por sa jo e një shifër 30.000 pound. Por shkoj më tej. Vetë deklarimi tyre është që 30.000 pound janë dhënë për 3 vite. Ndërkohë që 3 nga personat kishin qëndruar vetëm 8 muaj në lëre. 2 personat e vetëm, pra koordinatori i Londrës dhe shoferi, ishin të vetëm që kishin qëndruar 2 vite në lëre. Pra 2020-2022. Edhe sikur po e marrim që ata të gjithë bashku kanë rrumbullakosur shifrën 30.000 pound të kontributeve të tyre. Në 2 vite, 30.000 pound. A e dini 30.000 pound t'ju a bëj llogarinë në 2 vite, pavarësisht se ata thonë në 3 vite, po unë po treguem pak tolerant me ta. £30.000 në 2 vite, sikur t'i kanë dhënë ata, janë 1.250 pound në muaj. 1.250 pound në muaj. Pra, maksimumi që ata kanë arritur të nxjerrin si shifër akuzatore për Arjan Galdinin është 1.250 pound në muaj. Kaq. Tani po bëj një pyetje. A mundet një njeri që mban një parti, ndërton një seli, bën një fushat elektorale, bën aktivitetet vazhdueshme dhe të provueshme, ta mbaj partinë dhe t'i organizoj të gjitha me 1.250 pound në muaj, madje edhe të vjedh? 1.250 pound në muaj
janë afërsisht, po e quajmë 1.300.000 lekë? A mundet një familje të mbahet me 1.300.000 lekë, jo me një parti politike? A kuptoni sa qesharak janë treguar edhe me ata akuzë që kanë sajuar? Por ka edhe më keq. Nga që e dinin që shifrat që po sajonin dhe vetë deklarimet që kishin shpikur nuk mjaftonin, përdorën atë që quhet manipulimi indirekt. Nxjerrin një përgjim të Fuksit, pra të nënkryetarit partisë, ku ne bëjmë një bisedë. Pra ndërkohë që koordinatori anglis dhe shoferi i pabes kishin nisur fushatën në rrjetet sociale të Baltës, pra mbas 19 gushtit, unë kam telefonuar shokun tim të ngushtë dhe bashkëpunëtorin tim të ngushtë, Fuksin, për t'i thënë ore çfarë po ndodh dhe duhet të rakordohemi për çfarë themi dhe për çfarë deklarojmë, sepse ata duan të dëmtojnë LRE-n. Dhe këtu besoj që është një pjesë krejt normale dhe natyrale në punën e përditshme që bëjnë njerëzit që organizojnë dhe strukturojnë. Kush është i leja? Ata përpiqen të përdorin atë që është dallimi mes 11.000 euro që ne kemi folur si kërkesë për mbledhje fondi nga të gjithë antarët dhe kontributorët e partisë, për është 11.000 euro në vit vjetore, kur qeraja vjetore ishte 7.100 euro e selisë së partisë LRE. Tani dëgjojeni kush është prapa skena. Unë bashkë me Fuksin që më përgjonte, por dhe me të tjerë bashkëpunëtor, kishim rënë dakord që shpenzimet mujore në seli ishin bërë një rëndes për ne që i punonim çdo ditë aty. Dhe ato shkonin 300, 325 euro, 350 euro në muaj. Sepse ishin ujë, drita, internet, kancelari, boj kompjuteri e kështu me radhë. Për rrjedhoj, ne kishim rënë dakord që do të rrumbullakosnim shifrën dhe të kërkonim që me që mbledhja e fondit për selin bëhej një herë në vit, nuk kërkonim 7.100 euro, por 11.000 euro. 11.000 euro minus 7.100 euro bëjnë 3.900 euro shtesë. 3.900 euro shtesë. Pjesëtim 12 muaj bëjnë 325 euro në muaj. Pra kjo ishte shtesa. Kaq. Por përgjimi i vendosur si hile pas shpifjeve dhe Baltës krijon të intrigën që ky që nga mashtrues, ky i vodhi, i mashtroi këta, i pas ka mashtruar, ja i mashtroi për qiranë e zyrës. 11.000 euro në vit, 11.000 euro në vit ishin rrumbullakosja e qëras plus shpenzime mujore, që ishin 325. Tani, 1.250 pound në muaj pas këshin dhënë këta. Po i shtojmë edhe 325 euro në muaj këtyre, po i bim pound dhe ato. Pra, akuza e tyre i shkon ke 1.600 pound, ke 1.700.000 lekë. Pra unë kam mbajtur partin, kam ndërtuar selin, kam bërë fushat, kam bërë aktivitete, kam shkuar nga jugu në veri të Shqipërisë, kemi bërë takime në Hotel Tirana, kemi bërë takime në Rogner, kemi bërë takime në Diaspor, dhe të gjitha këto unë i kam bërë me 1.700.000 lekë në muaj, që mi kanë dhënë këta, dhe kam vjedhur gjithashtu, pra pas kam qenë gjeni, që kam bërë dhe shumë aktivitete, por dhe pas kam vjedhur. Tani unë e di që ka shumë njerëz që nuk e din historinë e LRE, sepse nuk ka qenë një histori mediatike, por ju ftoj që vetëm të shikoni pak galerinë e aktiviteteve në vitet 2020, 2021, 2022 të LRE-s për ta kuptuar këtë që unë po them. Çfarë synonte sulmi në fiks fare? Synonte që të bënte provë faktin që u dha në televizion, por jo të provonte ato që thueshin.
Dhe dosje së Merobazes ju shtua pra dhe dosja fix fare. Pra nga trafikant droge që nuk e provonin dot dhe nuk ishin ku ta çonin, tani krijuan një dosje që kishte një link televiziv. Dhe ka nga viti 2022 e sot në 2026 që çdo ditë pa pushim, çdo rrjet social i Arjan Galdinit, çdo vend ku përdoret dhe përmendet emri Arjan Galdinit në diasporë sidomos, por në blogje, në portale, menjëherë do turren ushtri me milici virtuale vrerit që do thonë, ky i fiksit, ky hajduti, ky që vodhi kuotat e partisë, ky që mashtroi antarët e partisë, ky që vodhi emigrantët. Tani u bëj një pyetje. Ore, në qoftë se unë pas kësha mashtruar, pse 7, pse nuk u bën 8? Pse nuk u bën 9? Pse nuk dolën dëshmi të tjera? Pse 7 dhe ata të sajuar me arna? 3 të ikur, 2 që s'kishin lidhje fare dhe vetëm 2 njerëz ishin realisht të res. Pse duhej miku im i ngushtë dhe nënkryetari i partisë të më përgjonte mua? Se vetë përgjimi tregon paramendimave. Pra që ne këtë du ta fusim në kurth. Vetë përgjimi çfarë tregon? Skenar, regji. Dhe pse fix fare dhe Top Channel nuk ma dhan mua kur mundësin, dhe unë kam 4 vite që i sfidoj dhe madje u kërkoj të drejtën që unë të them pjesën time të vërtetës. A keni parë ndonjëherë ju që dikush të sulmohet në një media ndërkombëtare dhe mos jepet asnjë shanse dhe mundësia që të përgjigjet? Se kanë gënjur publikun dhe mashtrojnë publikun kurdo që ai refuzon të përgjigjet. Jo, unë jam i gatshëm në çdo moment. E ftoj dhe sfidoj emisionin Fix Fare dhe Top Channelin të më thrasin, madje po të duan dhe të më përballin me ata 7 apo 8 personazhe që ata i përdorën kundër meje. Jam i gatshëm dhe për përballje. 068-20-60-131 është numri im personal. Dhe po e bëj këtë video që kjo histori të mbaroj këtu. Nëse Fix Fare apo ndonjë person ka pretendimin se unë i kam borxh diçka, kam dëmtuar diçka, kam gënjur diçka, 068-20-60-131 është numri im. Bujrum, jam i gatshëm për ballafaqim mediatik, publik, ligjor, si të doni dhe ku të doni. Por Top Channel s'ma ka dhënë kur mundësinë, dhe ky është turpi i Top Channelit. Ama që këtë dosje në Fix Fare kanë 4 vjet që e përdorin, unë po i pyes. Ore, në qoftë se unë që ngam kaq hajdut dhe kaq mashtrues, si shpjegohet që unë kam 4 vjet që jam çdo ditë këtu në të njëjtën seli, në të njëjtën zyrë? Si shpjegohet që unë kam 4 vjet që publikoj aktivitetet e mia dhe jam çdo ditë i pandalshëm? Madje kam patur dhe raste që jam ballafaquar me persona politik dhe mediatik. Ore, si shpjegohet që nuk doli dikush të më thotë, ore ti që ke vjedhë emigrantët? Dhe i sfidoj të gjitha studiot televizive, të gjithë politikanët, analistët dhe gazetarët. Ore, më pyesni një herë ballë për ballë. Nëse do më ftoj në një gazetar ose në një studio, ju ftoj dhe ju sfidoj, më pyesni. Më pyesni më ballë për ballë. Jo me goditje poshtë brezit, me profile falso, me milici trollitantësh, me milici virtuale vreri, me call centera. Jo me shpifje dhe me shpifarak. Për ballë. Unë jam Arjan Galdini dhe jam i gatshëm të përballem me çdo akuzator dhe sharës. 068-20-60-131 është numri im. Kush don me u përballë për çfarë do lloj gjëje politike apo pretendim që mund të ketë, ky është numri im. I lutem Top Channelit ta organizoj një ballafaqim. E sfidoj Top Channelin ta organizoj një ballafaqim me ata 7 apo 8 personat. Jam i gatshëm në çdo kohë dhe në çdo moment. Por të dashur shqiptar, e gjithë kjo luftë që është bërë kundër emrit tim dhe kundër kredibilitetit tim, ka synuar vrasjen time politike, por dhe vrasjen e LRS. Dhe ja dolën ban.
e ullën ritmin, na zhytën 7 pashnën dhe na mpakën, na shuan, na zvogluan, na përçan, na coptuan, na plandosën me turin për dhe. Po, unë s'kam pse të gënjej, kjo është e vërteta. Një nga arsyet pse nuk e keni parë LRN si në ditët e para ka qenë eksaktësisht kjo luftë e pisë që u bë kundër meje dhe kundër LRS. Por tani unë nuk hesht më. Tani unë jam i gatshëm, jo vetëm të ringrihem, jo vetëm t'ja rinisun, por jam i gatshëm që ta sjell LRN si alternativë sfiduese për regjimin 3 palësh PS, PD, PLSI, madje po duan regjimin 4 palësh PS, PD, PLSI dhe partitë e reja së bashku. Nëse dikush ka në një akuzë apo ka në një pretendim ndaj Arjan Galdinit, bujrum zgjidheni median dhe përballeni. Bujrum bjeri numrit tim dhe përballemi. 068 40 60 131 është numrim. Por me profile falso e me komente zhulje, diareje psiqike, njerëzish të ndyt që punojnë si mijë gjirizesh në anonimitet, mjaft më. Dua që nëse ka shqiptar të mirë, të më ndihmojmë ta shpërndani sa më shumë këtë video. Sa më shumë. Kudo në diasporë, kudo ku ka shqiptar. Çdo shqiptar që ka pyetje për mua apo ka dëshirë për mua, ju lutem më kontaktoni personalisht. Unë ju premtoj që do t'ju përgjigjem të gjithë me transparencën më të plotë. Por nuk mund ta lejoj më emrin tim të bëhet pis nga studiot dhe zyrat e merobazes Endri Fugës, apo të zyrës shtypit Partisë Demokratike, apo të LSI-s, apo të këtyre partive surrogato që quhen partitë e reja. Nuk lejoj më askënd të hedh baltë e vrerë mbi emrin tim. Kushdo është i ftuar dhe i sfiduar në përballje. Në daçi publike, në daçi më telefononi 068 40 60 131 është numri im personal. Me komente anonime, me zhulanjose, mi gjirizesh anonim, nuk më ndalni dot. Jam këtu dhe ju lajmëroj se në 21 gusht të 2026-s, pra pas një muaj, unë do të rinis marshimin tim të dinjitetit për të ndërtuar alternativën e rinisjes për shqiptarët. Pik. Unë jam Arjan Galdini dhe jam këtu.